Paqja qoftë mbi ju, përshëndetje të gjithëve. Sot do doja të flisja për Sharia law, Sharia ose Sharia law, si mund ta shqiptojmë. Sharia law quhet këtu. Shpesh herë nuk e di pse vendi ynë po kthehet në një islamofobi totale, nuk e di pse njerëzit shqetësohen nga veshjet e muslimanëve, nuk e di pse njerëzit shqetësohen nga mjekrat e muslimanëve, apo nuk e di pse njerëzit marrin atë guximin të shpjegojnë se ç'është për shembull Sharia law, ç'është ligji i Sharias, pa e ditur se ç'është në të vërtetë, pa jetuar në një vend Sharia, ku është Sharia law, pa e jetuar, pa e lexuar, pa asnjë gjë. Sot po ngrihet një ignorancë totale dhe po del në publik, po del për televizion ku po jep shpjegime dhe këtë e quan paqe, e quan civilizim, e quan modernizëm, ndërkohë që në fakt çdo fjalë që ata shprehin kundër një besimi thjesht krijon përçarje dhe jo bashkim. Dhe pastaj kur na bien fatkeqësitë natyrore, themi o Zot, na del natyrshëm që të themi o Zot na shpëto. Për çdo që harrojmë që Allahu është edhe i mëshirshëm, por ama është dhe i drejtë dhe jep drejtësinë për secilin njeri që e meriton. Përpara se sa të shpjegoj se ç'është Sharia law apo ligji i Sharias, ligji islamik, dua ta nis me një pyetje. Nëse mua nuk më pëlqen veshja jote, nëse mua nuk më pëlqen se si e veshur, atëherë unë duhet bezdisem. Nëse mua nuk më pëlqen se si ti e mban mjekrën, apo me mjekër apo pa mjekër, unë duhet bezdisem. Kam vënë në Shqipëri që pjesa e komunizmit, sidomos nga komunistët që e kanë përjetuar komunizmin, nuk ka ikur ende. Nëse shohin dikë që është ndryshe nga vetja e tyre, dikë që flet ndryshe nga ato, dikë që ka mendimin e tij, dikë që vishet ndryshe, ato e gjykojnë. E gjykojnë sepse diçka që nuk e bëjnë vetë, diçka që nuk janë mësuar ta bëjnë vetë, nëse shohin ndryshe ke tjetri do ta gjykojnë. Domethënë e kanë këtë të gjithë dhe edhe këta pseudo intelektualët që dalin për televizion e kanë me patjetër. Domethënë nëse ti nuk bën si unë duhet të të gjykoj, duhet bezdisem nga ti. Domethënë nëse unë nuk jam mësuar me diçka që të shoh diçka ndryshe, ashtu siç doli para disa ditësh një njeri me ngjyrë, një futbollist me ngjyrë në televizor dhe gazetare në mënyrë ignorante bënte gjeste raciste. Nëse ne nuk kemi mësuar në lidhje me diçka, nëse nuk e kemi parë diçka, nuk e kemi bërë diçka, nëse e shohim ke tjetri, wow, themi ç'është kjo, fillojmë gjykojmë, apo jo. Prandaj them pjesë komuniste sepse ne kemi qejf të imponojmë mendimin ton tek të tjerët. Ne themi këtë gjë dhe është pikë, është mbaruar. Ajo që themi ne është pavarësisht nëse lëndojmë të tjetrin, nëse tjetri ndihet keq, nuk duam t'ia dim. Dalim në televizione publike, kombëtare, ndërkombëtare dhe flasim në atë mënyrë, ndërkohë që nga ana tjetër bëjmë atë luftëtarin për nxitje të drejtave, bëjmë për të drejtat e njeriut, bëjmë për lirinë e fjalës, bëjmë për lirinë e femrës, ndërkohë që ne jemi duke gjykuar një besim fetar pa e ditur, thjesht në ignorancë totale, duke e gjykuar pse neve s'po na pëlqen, domethënë është e keqe. Në emisionin që dëgjova, podcast çfarë do të jetë, që ftojnë njerëz të llojeve të ndryshme, kanë ftuar dhunus, abuzus dhe i japin të drejtë, dhe ftuan dhe një islamofob. Bëra video më përpara në lidhje me këtë. Tani, ky zotëria politikan, se besoj politikan është më mirë me e thënë, dele flet për diçka që ka të bëjë me ligjin islamik, me Sharia law. Dhe unë këtu dua të ndalem, por pas pak, sepse ka ka disa njerëz që më thonë, po ka të drejtë, janë disa që kështu, janë disa ashtu. Në islam, nëse dikush do të praktikoj islamin, është i lirë. Në Kur'an e ke të shkruar free will, ose në shqip si ta themi zgjedhjen e lirë. Çdo kush ka zgjedhje të lirë të besojë apo jo në Allah,
të besoj apo jo në islam. Ditën e gjykimit, ose më saktë në momentin që do të hym në varr, do e kuptoj secili se çfarë dënimi do ketë dhe çfarë drejtësie ka Allahu dhe çfarë mëshire ka Allahu për ata që nuk besojnë, po themi jo për muslimanët. Fatkeqësisht në ato momente është e përvonë. Prandaj unë po flas për vëllezërit dhe motrat muslimane, për ata që janë të kthyer në islam si puna ime, për të kuptuar diçka. Pikë së pari, muslimanëve që dalin dhe fillojnë të shajnë nëpër internet, nuk tregoni asnjë gjë më shumë. Tregoni sjelljen tuaj, por nuk tregoni as besimin tuaj, asnjë gjë. Thjesht ju fshiheni pas termit musliman. 1. Nëse dikush bën diçka, vepra të këqija, e sheh rreth femrën, apo abuzon me femrën, apo e detyron femrën të veshin me patjetër shamin e tjerë, është mes tyre dhe Zotit se sa musliman janë ata në brenda vetes, se në çfarë besojnë ata, por dhuna, abuzimi dhe çdo lloj imponimi tjetër nuk lejohet në islam dhe ata nuk janë njerëz që përfaqësojnë islamin. Kështu që nëse shihni një musliman të bëjë gjëra të tilla, atëherë ai është i dobët në besimin e tij. Nuk po them nuk janë musliman, sepse çdo e mirë ndodhet brenda çdo personi dhe atë gjykon vetëm Allahu, po nëse ai person është duke bërë abuzime dhe gjëra të këqija, atëherë ai është në kundërshtim me islamin dhe nuk mund të marrë shembull nga dikush që bën gjëra të tilla. Ai nuk është përfaqësues i islamit. Ai mendon se beson, ose mendon se praktikon, ose gënjen veten, ose thjesht ka probleme psikologjike. Atëherë ai nuk mund ta merrni si shembull atë person. Islami nuk lejon goditjen e femrave, nuk lejon abuzimin e femrave. Islami i ka nderuar femrat. Kështu që për çdo lloj gjëje që mund të shihni në kundërshtim me islamin, çdo lloj që është abuzive e tjerë, nuk ka të bëjë me islamin. Islami është fe e paqes, Islami e nderon gruan, e nderon nënën, e nderon vajzën. Në kohën kur fëmijët në gjithë botën, fëmijët që lindnin femra vriteshin, groposeshin të gjallë, doli ajeti në Kur'an që nuk e lejonte këtë gjë. Është gjëja më makabre të vrasësh apo të rrahësh një femër. Dhe kjo është e specifikuar në islam. Nuk kam nevojë unë të mbush mendjen njërit apo tjetrit. Nëse disa njerëz kanë dëshirë të shohin njerëzit e tjerë, të marrin shembullin e këtyre njerëzve, në vend që të shkojnë t'i këshillojnë ato njerëz apo t'i ndalojnë, thjesht shkojnë i shohin, domethënë i shohin nga larg ose nga afër, dhe dalin pastaj nëpër televizione dhe tregojnë që ja, ky muslimani është kështu. Nuk është vetëm ka shumë, ke vrasës serial që përdorin Biblën edhe për të vrarë, kupton? Si bie që këta njerëz gjithë bota e krishterë të jetë e keqe, vetëm se këta njerëz dalin edhe flasin emër të krishtrimit për shembull. Pjesën që ju mendoni se jeni evropian, ndërkohë që si krishtrimi, si islami kanë ardhur nga lindja e mesme, kanë ardhur nga këto vende këtu. Sharia law apo ligji islamik nuk është ajo që një islamofob na paraqet në ekranet shqiptare, apo ligji islamik, nuk është ajo. Ai thjesht paraqet urrëtitjen dhe ignorancën e tij. Sharia law është një sistem parimesh etike, morale, juridike që bazohen nga Kurani dhe nga Suna. Sharia nuk është një grumbullim rregullash ndëshkimore. Nuk ka të bëjë vetëm me ndëshkime, po ka një seri rregullash që janë të drejtat e njerëzit, drejtat e pronës, drejtat familjare, domethënë një pjesë siç ekziston ligjet në botën perëndimore apo në vendin tonë, por këto bazohen në etikë dhe në moral dhe në drejtësi, që fatkeqësisht në vendin tonë dhe në shumë vende të tjera mungon dhe pikërisht shpeshherë them doja që të gjithë vendet të kishin sharia law në mënyrë që mos kishim as krime, as mafje, as probleme ekonomike, as dhe një gjë. Pse të gjithë vendet që kanë sharia law janë vende të pasura, janë vende ku drejtësia është
goxha e mirë, në kuptimin nëse dikush vjedh pritet dora, nëse dikush bën diçka të keqe, ekziston dënimi me vdekje, kështu që askush nuk guxon të bëj asnjë gjë në këto vende dhe ta lësh derën hapur, derën e shtëpisë, apo ta lësh makinën hapur, asnjë gjë të nuk ka hajdut, është shumë e rrallë dhe nëse dikush kapet, ekziston një ndëshkim shumë i rëndë. Kështu që nuk guxon kush në këto vende të bëj asnjë gjë, sepse pikërisht ekziston sharia law dhe siç e thash, nuk ka të bëjë vetëm me ndëshkimet, por ka të bëjë edhe me drejtsinë që jepet femrës, me drejtsinë që jepet çdo kujt që has pa drejtësi. Nëse një person vret dikë, një familja tjetër ose duhet paguajë një shumë, ose arrin ta fali, ose jep dënimin me vdekje nëse vrasja ka qenë shumë e rëndë. Por unë vetë kam studiuar ligj dhe di ta them shumë qartë që për sharia law është vetëm një fjali, dy fjali në librat tanë të shkollës, dhe shfaqet si një gjë shumë e rëndë, ndërkohë që nuk është e tillë. Sharia law është ligji më i drejtë që mund të jetë dhe mund të ekzistojë nga çdo lloj vendi tjetër. Është ligji që respekton çdo gjë dhe nëse dikush ka bërë një faj, atëherë ndëshkohet. Nëse dikush bën një faj dhe nuk ndëshkohet, si në vendin tonë, do vazhdojnë sërish. Do t'i hasi pastaj problemet populli thjesht, do kemi më shumë krime, do kemi më shumë mafje, më shumë gjëra, ndërkohë që ne përpiqemi domethënë bota perëndimore thotë liri për çdo gjë dhe sërish nuk e ka lirin. Pse nuk e ka lirin? Sepse çfarëdo lloj gjëje të bëhet, droga që ndikon keq tek njeriu, alkooli që ndikon keq tek njeriu, çdo krim që ndikon, çdo gjë që është negative, ndikon keq tek njeriu dhe normal që nuk do ketë asnjëherë qetësi, sado liri të kenë, do kenë një liri, por nuk mund të ketë një liri pa limit. Domethënë Zoti na ka bërë njerëz të lirë, lindin vetëm, vdesin vetëm, do të gjykohemi vetëm në ditën e gjykimit, por keni parasysh që nuk ka një liri pa limit, sepse liria pa limit na çon në kafshëri. Dhe çfarë na bën ndryshe nga kafshët pastaj? Ekziston pjesa e kamzhikut nëse ekziston tradhtia, tradhtia jashtëmartësore. Nëse dikush kapet në akt e sipër, nëse dikush sheh dikë që është duke kryer marrëdhënie intime dhe i sheh live dhe janë 4 dëshmitar me të, dhe si e kanë bërë që është gati e pamundur për ta caktuar tradhtinë në atë formë, do të thënë kjo është tradhtia që atëherë mund të përdoren kamzhik, por që nuk para bëhet më, është diçka që duhet goxha argumenta, duhen goxha fakte dhe duhet që dikush ta ketë parë me sytë e tij dhe t'jenë edhe 4 veta me të që ta shohin që për shembull mashkulli është brenda femrës dhe atëherë quhet tradhti dhe atëherë është ajo pjesa e kamzhikëve. Por nuk lejohet kurrësi që femra të goditet, madje profeti Muhammed paqja qoftë mbi të asnjëherë nuk ka goditur asnjë femër, është ndaluar dhuna ndaj femrave dhe është madje edhe të vrasësh është ndaluar. Nëse vret një njeri është sikur ke vrarë gjithë botën dhe nëse shpëton një njeri është sikur ke shpëtuar gjithë botën. Sa të rrim të shkojmë dhe të flasim për gjëra islamofobe që nuk ekzistojnë më, për gjëra që janë shumë të rralla, me një përqindje shumë të largët për të bërë, për tu imagjino sa i mëshirshëm është Allahu që thjesht për të vërtetuar një tradhti duhen 4 persona dhe duhet ta shohësh ti vetë, ti je aty, domethënë ti kapësh aty në moment. Vetëm atëherë mund të arrihet edhe atëherë prap ka komunikim, ka fakte të tjera, domethënë Islami nuk është vetëm për dënim dhe ndëshkim e tjerë. Islami është dhe i mëshirshëm. Tani nëse disa njerëz që janë kriminal nga mendja, nëse disa njerëz janë të smur psiqik, disa njerëz që nuk janë okay, përdorin Islamin për të bërë vepra të tilla, atëherë nuk janë musliman. Këta janë njerëz që janë njerëz të ligj, janë njerëz që janë të smur e tjerë.
Do thënë, nuk mund të marrim shembulli të dalësh në një televizion, të dalësh një figurë politike, shkrimtare dhe të flasësh në një ignorancë të tillë që shiko, madje para ca ditësh ishte dikush që më tha, jo shiko se un kam një person, një familjar time që ai dhunon nënën, ai lutet 5 herë në ditë dhe thot haram këtë, haram atë. Është e vërtetuar, është e shkruar edhe në Kur'an, kushdo që ai mund të lutet, ai mund të jetë musliman perfekt në teori, por nëse në vepra ai keq trajton të tjerët, ai nuk është. Ai është kriminal. Dhe nuk mund të marrë shembullin që feja islami është i tillë vetëm sepse 1, 2, 3 persona e përdorin për gjëra që janë në kundërshtim me islamin. Dhe këta njerëz janë shumë të gabuar. Këta njerëz do kërkojnë llogari do i kërkohet llogari nga Allahu. Këta njerëz do të gjykohen. Ka njerëz që, siç e thash, luten, bëjnë çdo gjë islamike dhe në fund përfundojnë në ferr. Nuk ka të bëjë se ai të duket ty shumë musliman dhe e sheh që në vepra nuk është dhe ai mund ta ketë vendin në ferr ta zëm. Atë vetëm Allahu e di. Po ti ka ca njerëz që gënjejnë veten e tyre. Ka ca njerëz që thonë, kështu ashtu, por në fakt veprat i gënjejnë. Njeriu çfarëdo që të bëj është njeri në fund, në kuptimin që njeriu nuk është perfekt. Mos merrni shembuj të njërit dhe të tjetrit. Nëse doni të dini mbi islamin apo të shkruani libra mbi islamin, lexojeni fillimisht. Unë mbaj mend, ka qenë një i parlamentit gjerman, a nuk e di, që ai tha, unë do t'ju vërtetoj se sa i keq është islami dhe çfarë bëri ai? E lexoi në fillim, e studioi. Dhe normalisht duhet kesh fakte konkrete, jo të dalësh ti tani të tregosh gratë rrihen me kamzhik. Gjë që nuk bëhet, është një gjë shumë e rrallë dhe ajo bëhet vetëm nëse ka tradhti jashtëmartësore. Do me thënë që vetëm atëherë kur ka tradhti jashtëmartësore, që nuk kupton që edhe atëherë duhen goxha fakte edhe dëshmitar për ta vërtetuar. Nuk mundet vetëm një person për të vërtetuar ta zëm që është tradhti dhe ta çojmë te kamzhikët. Kështu që përpara se sa të nxirrni teorira të tilla dhe ta bëni islamin horror, që nuk është horror, por gjë e mirë. Keni në Google, mund ta bëni Google, që ai donte të vërtetonte që islami është i keq dhe tha, keni për ta parë. Dhe në fakt, çfarë ndodhi në fund? Ai u kthye në islam. Ai u konvertua, u bë musliman dhe kërkoi falje sepse kuptoi që kishte gabuar. Kështu që nëse doni të nxirrni teorira të zioniste që kanë përhapur nëpër media për të treguar se sa i keq është islami, apo dalin njerëz që hedhin që ofendojnë termin islamik e musliman duke i ndarë njerëzit, ndërkohë që termi është i njëjtë. Nuk ka pse të interesoj as ty, as mua, nëse dikush po përdor ta zëm islamin duke bërë gjëra të gabuara, kur në fakt ne e dim, unë, ti e të tjerë dim shumë mirë që nuk mund të hedhësh poshtë miliona musliman që praktikojnë fen ta zëm siç duhet dhe bazohen në ato që janë të vërteta. Nëse ti shkon e sheh njërin edhe tjetrin që abuzon me fen, ke parasysh që ti nuk je duke parë fen, por je duke parë thjesht një njeri që ka dëshirë ta përdor fen si të dojë vet. Dhe nuk e ka frikë as Allahun dhe nuk ka frikë as ditën e gjykimit që do ndëshkohet. Kështu që këta janë njerëz që gënjejnë veten e tyre dhe nëse shihni njerëz të tillë, këshillojeni dhe tregojeni se si është Islami. Nëse shihni që një djalë keq trajton nënën, këshillojeni dhe thoni të ketë frikë Allahun, sepse imagjino, parajsa, siç e thash më përpara, është në këmbët e nënës. Femra respektohet. Tani nëse dikush ty po të sillet keq, nuk është Islami, është ai vetë, është njeriu. E ka fajin njeriu, është personi, është karakteri njeriu. Ke shumë të krishterë, unë kam miq të krishterë dhe janë shumë të mirë. Kam parë musliman që praktikojnë dhe nuk janë të mirë për shembull. Po kjo s'ka të bëj fare, nuk ka të bëj me fen. Prandaj lutem kur dini nëpër televizione, të shpjegoni apo të harxhoni kohën duke bërë libra, thjesht sepse ju keni një urrëtie ignorante për brenda, keni kujdes sepse Zoti sheh dhe jemi të përkohshëm në këtë botë. Kështu që e mira është si studiues që jeni, hapni libra dhe lexoni, konsultoheni me një sheh ose si thoni hoxhë e të tjerë që është i saktë, sepse normalisht kemi dhe hoxhë që nuk janë të saktë,
dhe atëherë dilni dhe thoni që shiko Islami është kështu. Në Kur'an është shkruar përpiqu të krijosh një ajet të ngjashëm me Kur'anin dhe nuk e për ta bërë asnjëherë. Është diçka që ka ardhur nga Allah. Si e kthyer në Islam, nuk po dal dhe po them tani të bëj një libër të tërë apo të bëj një video të tërë kundër të krishterëve. Unë kam qenë krishter, e kam lexuar Biblën, i di të gjitha gjërat, por nuk po dal tani dhe po të them gjithë gjërat që unë i kundërshtoj ta zëm apo jo në Bibël. Nuk është mirë, domethënë, që të dali dikush dhe të flasi pa lidhje. Vetëm sepse sheh njërin edhe tjetrin si shembuj, apo pse di dy gjëra që i dalin përballë, jo kam zhikje, po këto pa e ditur sakt se ç'do të thotë ajo. Islami, Kurani ka interpretimin e tij, ka ardhur me interpretimin pikërisht për këta njerëz dhe për të gjithë njerëzit që nuk e kuptojnë në fillim, sepse unë më është dashur shumë kohë për personalisht të kuptoj Kuranin si e kthyer në Islam. Ka njerëz që kuptojnë menjëherë, alhamdulillah, bravo. Ka njerëz që nuk e kuptojnë shumë gjëra dhe duan kohë t'i kuptojnë, por kjo nuk do të thotë që ti të shkosh dhe të sulmosh një fe apo të sulmosh ligjin islamik, sepse ke dëgjuar këtu e aty apo ke parë shembuj njerëzish, ndërkohë ti vetë nuk e ke jetuar, nuk e ke lexuar. Kështu që në Kur'an thotë lexo, që para se të jepni shpjegime dhe të bëni emisione boshe thjesht për të përçarë shqiptarët dhe jo për t'i bashkuar, thjesht për të nxjerrë urrëtie dhe asgjë tjetër, do thoni ju në fund që ai dëgjova 1-2-3 që thoshin ka të drejtë, janë disa që prap dalin tek shembujt e njerëzve, prap dalin se çfarë bën komshiu, çfarë bën komshia që është mbuluar, ka njerëz që hiqen si tolerant, modern, të civilizuar, ndërkohë shfaqin shenja jo civilizimi në fakt, sepse nëse je civilizuar dhe modern do pranosh çdo veshje që ti do pranosh çdo besim, çdo mendim e të tjerë dhe nuk do shkosh të gjykosh apo sulmosh tjetrin. Në fakt ti mendon se je më i lirë, por në fakt brenda teje ndodhet një burg shumë i madh dhe i errët që do kohë që të dalësh. Por si përfundim, Allahu ju udhëzoft. Kjo është ndoshta edhe një shenjë për juve, si për emisionet që bëhen, si për këta njerëz që marrin përsipër të shkruajnë libër, ndoshta është një shenjë për të lexuar. Kështu që hapni atë Kuranin, që është gjëja më e bukur dhe më e shëndetshme që mund të bëni, edhe filloni lexoni edhe do ta kuptoni.